organizuan një koncert bamirësie të veçantë për të mbrojtur plazhet e Gardenias. Në burgun e Androsit, pasi thithin dotjen toksike, Tritani është bërë një përbindësh, i cili mund të shndërrojë krijesat e detit në mutant të këqinj. Gjë që e bën Icein të dashurohet marrëzisht me ta. Mirë se vini të gjithëve. Mirë se vini në Kolegjin Alfea për zanat. Dhe ky është një vit i ri. Unë shoh shumë fytyra të reja dhe disa të njohura gjithashtu. Këtë vit ka një zan të re që dua ta njohin të gjithë. Me kënaqësi ju prezantoj Roxin. Roxi është nga toka, ku magjia mungonte për një kohë shumë të gjatë, por me guximin e saj, magjia është kthyer në tokë dhe ajo është këtu në Alfea. Fal disa prej shoqeve tuaja studente. Wingsat. Wow! Si të shohim? Jam të mrekullueshme. Çfarë kënaqësie që ju shoh. Përshëndetje të gjithëve. Ne jemi kthyer. Na keni filluar. Shumë pëlqen ajo, kjo duket fantastike. Njësoj pa ju. Ko, hej! Edhe Kiko është kthyer. Do të bësh një foto me ne, Stella? Po, sigurisht. Ti e Wingsuin i preferuar, ne gjithmonë do të dëshironim të ishim njësoj si ti. Nuk ka problem. U zëqeshni! Çfarë marrëzie. Po, Griselda, edhe mua më kanë munguar. Jemi më vonë, miru pafshim. Blum, nuk mund ta besoj që jam vërtet në Alfea. Unë jam shumë nervoze. Nuk ka asgjë për të shqetësuar. Ti do të jesh shumë mirë. Faleminderit, vajza. Përshëndetje. Përshëndetje zonjusha. Ti je shumë i lezetshëm. Je i lumtur që më pe? E di ti. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Tekna. Përshëndetje Tini. Hej, Ç'kemi? Kur Sky? Nuk e erdhi. ai ka qenë shumë i zënë kohët e fundit, duke qenë princi i kurorës. Riven thot se Sky është Po, rrugës. ai po vjen. Ai ishte direkt pas nesh. Në fakt, ja ku po vjen ai tani. Sky, ja dole! Më fal që jam vonë, Blum. Më vjen mirë që je këtu. Po, Sky, a është gjithçka në rregull? nëse princi kurorës së Herakleonit u mbet varsen, do të thotë se ai nuk do të jetë më kurrë i lumtur me vajzën që do. Unë e humba. Çfarë humbe? Asgjë. Thjesht kam shumë gjë në mendje. Zë se nuk përmend asgjë. Më fal. Një krijim i veçantë për ty, Flora. Oh, është me të vërtetë bukur. Hilja! Princesha Kristal. Mendova se ishe ti. Unë jam shumë e lumtur që të shoh. Të prezantoj me shoqen time Flora. Flora, kjo është princesha Kristal e Limfeas. Të gjithë banorët e njohin princeshën e tyre. Madhëria juaj? Edhe unë kam dëgjuar gjithçka për ju nga Hilja. Jam shumë e lumtur që të gjeta. Oh, Ti si ke kaluar? E po... Hilja dhe unë jemi miq prej shumë kohësh. oh. Duhet të më tregosh gjithçka që ke bërë. Si ishte vera jote? Mirë, po...
Flora? Zonja Faragonda, duhet të flasim me ju. Sigurisht. Wings, ne po përballemi edhe një herë me një kundërshtar të rrezikshëm. Unë jam shumë e shqetësuar nga të gjitha ato që më keni thënë për Tritanin. Dhe gjëja më e keqe është se fuqitë tona nuk funksionojnë shumë mirë në ujë. Fuqitë tuaja si zana tashmë janë të mëdha. Por larg tokës në botën e ujit, ato janë më pak efektive. Po Tritani është i fortë. Dhe po forcohet më shumë. Si do ta ndalojmë ne atë? Ekziston një mënyrë. Duhet të përpiqeni të blini Cyrenix. Oh, në rregull, pikërisht kur mendova se kishim marrë fund. Cyrenix është një fuqi e lashtë e lindur nga magjia e oqeanit. Do t'ju bëjë mjaft të fortë për të mposhtur Tritanin, por askush nuk është bërë një zan Cyrenix për shumë kohë. Atëherë si do ta fitojmë fuqinë? Të bëjmë zanat e Cyrenix? Duhet të filloni duke gjetur librin e lashtë të Cyrenix. Por kjo do t'ishte një sfidë e madhe. Sepse fshihet dhe nuk e di se ku. Megjithatë, unë e di se kush mund na e tregoj vendin e saj të fshehjes. Bloom, duhet të pyesësh motrën tënde Daphne. Ajo ishte zana e fundit që bleu Cyrenix. Vetëm ajo mund t'ju a tregoj. Unë po kërkoj në të gjitha bazat e të dhënave magjike të njohura për Cyrenix. Por deri tani asnjë gjë nuk ka. Cyrenix do të jetë vërtet e lashtë. Pyes veten se cilat janë fuqitë. Mua do të më pëlqente të bëj një magji sushi, siç e dini, gjithmonë mund të shkoj për pak sushi. Oh, është mami im. Aisha, Mami? Çfarë ka? Gjërat janë mjaft të vështira këtu e dashur. Xhaxha yt, mbreti Neptun, është shumë i zemëruar me Tritanin që u aratis. Si mund të ketë ikur? Ne u përpoqëm madhëria juaj, por Tritani ka ndryshuar. Ai është një përbindësh tani. Ai përdori armën tuaj për të kthyer rojet në përbindësha të tmerrshëm, ashtu si ai. Nuk do ta toleroj këtë kursesi. Do ta gjej kudo që t'jetë dhe do ta mbosht. Baba, të lutem. Mendo se çfarë po flet. Shiko çfarë të ka bërë. Ty, vllajt të ti. Unë jam mirë, baba. Ai do të shëroj. të lutem Neptun, mos u nxito. Ai është djali ynë. Tritani nuk është më djali im. Ti nuk mund të thuash këtë. Unë do ta gjej atë. Do të flas me të. Edhe unë do të vi me ty për të mbrojtur nën. Ti je bujar Elishia. Dhe ti ke guxim dhe shpirt fisnik në reu, ashtu se shpres nga ai që një ditë do të bëhet mbret. Por përgjigjja është jo. Roje! Oh, hey, prisni! Përshëndetje, Daphne. Përshëndetje, Bloom. Jam shumë e lumtur që të shoh përsëri. Ke nevojë për ndihmën time, motër e vogël? Po, Daphne, dua të më tregosh se ku është fshehur libri Cyrenix. Jo, Cyrenix. Më shiko mua. Shiko çfarë më bëri Cyrenix. Kur 3 shtrigat e pararzëve sulmuan dimensioni magjik, unë isha gati të përballesha me to. Por shtrigat i bën një magji Cyrenixit. Dhe kur përdora fuqinë e tij për të mbrojtur, ai u kthye kundër meje
Dhe u bëra kështu. Një shpirt pa trup. Mos e kërko Sirenix. Nëse dështon, fati do t'jeti t'mershëm. Por duhet ta provoj. Ekziston një kërcënim vdekjeprurës për dimensionin magjik dhe për ta ndaluar atë, më duhet fuqia e Sirenix. Do doja të të mbroja. Por nuk mundesh. Të lutem Defni, më trego ku është libri Sirenix. Libri Sirenix është në arkivin magjik të Alfeas. E gjen, por merr parasysh rrezikun. Defni! Faleminderit, Defni. Ju budalejn! Nuk kam nevoj për peshk. Unë duhet të ushqej fuqin time. Kam nevoj për toksina. Wingsat mi kanë grabitur të gjitha. Naft ndotëse, kimikate toksike, edhe ato pak mbeturina lundruese. Tritan! A isi? Kam lajme për ty. Kushërira jote, Aisha dhe shoqet e saj të vogla zanat janë kthyer në Alfea. Jo. Po, gjithnjë ka qafër vendit ku jemi fshehur ne. Më lejo të them që e shoh si një mundësi për t'i shkatruar. Ide shumë e mirë. Ide e mirë. E po ka vetëm një problem me idenë tënde të mirë. Ato zanat na mundin gjithmonë sepse janë më të forta se ne. Këtë herë do të jetë ndryshe. Unë do të bëj të fortë. Shiko! Energjia e erët e armës time do ju bëj të fuqishme. Tani le të shkojmë të mposhtim ato zanat. Pra, libri Sirenix është diku në arkivin magjik? Nuk e dim ku është. Dhe ne nuk e dim se si duket. Nuk thash se do të ishte e lehtë, por duhet ta gjejmë. E po të paktën kemi disa përforcime. Shkëlqyeshëm. A do të sigurohesh që të mos shqetësohemi? Është goxha punë dhe duhet të përqendrohemi. Nuk ka problem. Tashmë e kemi përpunuar. Unë dhe Hilja do të qëndrojmë këtu. Sky do të ruaj arkivin magjik nga brenda. Duket si një plan. Sky, faleminderit për ndihmën tënde. Nuk ka problem. Blum, Le ta bëjmë këtë shfaqje në rrugë. Eja, Blum. Hej, Hilja! Oh, përshëndetje, Kristal. Kush është ajo vajza me Hiljan? Është princesha Kristal e Limfeas. Ata janë miq të vjetër. Oh. Atëherë, ja dhe Blumit varsen? Jo, dhe ti e një Florën. Mund të përdor disa këshilla. Në rregull. Ja ku është. Arkivi magjik. Ku do të fillojmë? Mund të përpiqemi të kërkojmë një së për Sirenix. Zoti i madh, nuk mund të ndalemi tani. Një libër i veçantë duhet të jetë në një vend të veçantë. Gjithë ky vend është i veçantë. Filloi skanimi. Bukur. Skanimi plot. Besoj se një analizë mjedisore do të zbuloj vendodhjen e librit. Për
Përshëndetje vajza, po kërkoni diçka për të lexuar? Triksat. Përshëndetje Winks. Princi Sky, flok të rinj. Probleme. Eja Brandon! Me njëherë pas teje. Hilja, prit! Shiko kush është këtu. Flora! Hilja, bëj kujdes. Hilja! Ai është lënduar. Hilja! Un kam fuqi shëruese, mund ta shpëtoj. Faleminderit, princesha Kristal. Valët e eliksirit. Mendoj se ai po përmendet. Faleminderit Zotit. Nuk mund ta besoj sa të forta janë triksat. Të kapa. Më ka ardhur në majtë të hundës e gjitha kjo. Winks, transformohuni. Wingsat magjike, Blivix! Wingsat magjike, Blivix! Lum, zana e flakës së dragoj. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit që shkëlqen. Musa, zana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Shigjeta e zjarrit. Vala Mortis. Oh, me ju Wingsa, gjithmonë e njëjta gjë. Por modrat e mia dhe unë kemi disa gjëra të reja. Duke sikur triksat kanë disa truke të reja. Ato janë më të forta. Megavat! Stuhi diellore. Nuk është e drejtë. Stella! Nuk mendon se mund të më ndalosh, djali bukur. Super mbrojtje. Stormy, jepu atyre Wingsave disa materiale leximi. Sigurisht.
magik i errët. Topa akulli! Zemra e dragonit! Jo! Vjeta Morphix. Oh, po! Teknoshock! Vala Morphix. Uroj akulli! Blum! Miru pafshim, Blum. Jo! Çfarë është duke ndodhur këtu? Faragonda dhe Griselda. Koha për të ikur nga këtu, motra. Miru pafshim. Sky! Zjo! Sky, të lutem! Çfarë ka ndodhur? Oh, Sky! Au! Sky! Kush je ti? Trixat hodhën një magji të keqe për të ndërhyrë në kërkimin e Winxave për librin Sirenix. Akoma më keq, Tekna shndërrohet në një version të frikshëm të vetes. A munden Winxat të thyen magjin dhe të shpëtojnë Teknën?